Projekt vendimi për përcaktimin e rrugëve, shesheve dhe kritere në të cilat do të aplikohet parkimi me pagesë është bazuar pikërisht në relacionin e përgatitur nga një grup multidisiplinar i përbërë nga urbanist, arkitekt, inxhinier, drejtoria e taksave si dhe kryetarët e rajoneve. Qëllimi i këtij projekt vendimi është të përmirësojë trafikun në qytetin e Vlorës duke bërë një menaxhim më të mirë të parkimeve dhe menaxhimi më i mirë konsiston në heqjen e abuzimeve të makinave të abandonuara në për parkime dhe rrugëve kryesore të qytetit, apo si dhe largimin e makinave të cilat subjekte të ndryshme që operojnë në dhënie me qira të makinave, i lënë këto makina për një kohë të gjatë dhe si rrjedhim këto parkime janë të pa aksesueshme nga qytetarët. Sipas relacionit të grupit të punës që është i përbërë me specialistë të mësipër, ky është konkluzioni që do ta zgjidhë dhe do të përmirësojë të trafikun në qytet. Lista e rrugëve të cilat është menduar të aplikohet parkimi me pagesë janë 20 rrugë dhe fillon me bulevardin, këto janë rrugët kryesore të qytetit, fillon me bulevardin Ismail Qemali, rruga te sheshi Flamurit, Demokracia, Fejzo Gjomena, që është ndryshe rruga e Kosovës, Gjergj Kastrioti, Pelivan Leskaj, Hasan Kushta, Gjergj Arjaniti, fushat e sportit në Lungomare, Sulejman Delvina, Aziz Gjyheri, Veledin Kollozi, Hektor Shyti, Pavlo Floko, Meno Gjoleka, këtu do më duhet të bëj edhe një sqarim pak më poshtë, Ibrahim Abdullah, Rushit Gorishova. Kemi përsëri në numrin 18 Meno Gjolekën, pasi sipas faqes zyrtare të adresave janë rrugë paralele, njëra prej të cilëve nuk ka një emërtim përkatës dhe tek projekt vendimi është saktësuar nëpërmjet një subjekti që ndodhet në këtë rrugë. Gjithashtu kemi rrugën Aleksandër Mojsiu dhe Wilson. Përveç rrugëve të mësipërme kemi edhe 3 sheshe që është fushat e sportit në Pyllin e Sodës, stadiumi Flamurtari dhe Unaza 2 në Lungomare. Sheshin pas bashkisë. Nuk është përfshirë në relacion. Relacioni... Okej. Atëherë të vazhdojmë me paraqitjen e secilës rrugë. Fillojmë me pamje nga harta e projektit propozuar parkimi bulevardit Ismail Qemali, gjatësia e aksit është 2 km, kategoria e rrugës është rrugë urbane kryesore, kategoria D, ka në total 351 vende parkimi, parkime taksi 26 dhe parkime për persona me aftësi të kufizuara 7. Drejtimi i lëvizjes dhe krahu i lejuar i parkimit është në të dyja krahat. Koeficienti i shfrytëzimit është 78.1. Më lejoni të sqaroj që koeficienti i parkimit llogaritet nëpërmjet një formule e cila përcakton numrin optimal të parkimeve me pagesë. Pra në varësi të vendodhjes së rrugës, qëllimit të trafikut, si dhe aksesit të mjeteve, përcaktohet numri i posteve të parkimit, të cilat do të koeficienti i shfrytëzimit përcaktohet nëpërmjet një formule. Formula është ka katër faktorë që formulën. Po pra, formula është e tillë, pikëzohet nga 1 deri në 4 për vendodhjen, për qëllimin, për aksesueshmërinë, si dhe trafikun e rrugës, që qëllimin e ka kuptuar grupi punës, është po sigurisht qëllimi në bazë të vëzhgimeve që janë bërë në teren nga grupi punës, që ka subjekte biznesi, institucione shtetërore, sigurisht që ky është dhe qëllimi. Tarifa për këtë rrugë është 50 lekë ora, si të gjitha rrugët, dhe gjatë sezonit turistik është nga ora 8 e mëngjesit deri në orën
8 të darkës nga e hëna në të dje, ndërsa jashtë sezoni turistik është nga ora 8 e mëngjesit deri në 6 të mbasdites, nga e hëna në të premte. Kemi pamje nga pamje hartë sheshi i Flamurit me një gjatësi 340 metër, kategori e rrugës kategoria D, numri i vend parkimeve 37 në total, parkime për personat me aftësi të kufizuar 1, parkime për taksi nuk ka. Një krah është përcaktuar për parkime pagesë. Rruga Demokracia është në total 600 metër e gjatë, ka numri i vend parkimeve është 163 si kapacitet. Parkime taksi 8, parkime për persona me aftësi të kufizuar 3. Parkime me pagesë do të aplikohet në të dy krah dhe koeficienti i shfrytëzimit është 81.2. A kërkuat plan vendosjet? Po. Po, e kërkuat, nuk është se. Po, është për mbledhje e materialit të paraqitur. Po. Po, për mbledhje. Si? Atëherë po, vazhdojmë me rrugën Fejzo Gjomemo. Gjomemo, gjatësia aksit është 350, kategoria rrugës D, numri vend parkimeve 84, parkime taksi janë 14 dhe parkime për persona me aftësi të kufizuar janë 2. Drejtimi i lëvizjes dhe krahu i lejuar i parkimit në të dy krahat, koeficienti i shfrytëzimit 81.2%. Rruga Gjergj Kastrioti, gjatësia 2.3 km, 494 vende parkimi, nga të cilat 13 taksi dhe 8 për persona me aftësi të kufizuar. Parkimi me pagesë në të dyja krahat dhe është koeficienti i shfrytëzimit 84.4. Rruga Pelivan Leska, gjatësia aksit rrugor 950 metra, numri i vend parkimeve 120, numri i vend parkimeve për taksi 0, numri i parkimeve për persona me aftësi të kufizuara 2. Rruga Hasan Kushta është 480 metër e gjatë, 117 vende parkimi, nga të cilat 2 janë për taksi dhe 3 për persona me aftësi të kufizuara. Parkimet në të dyja krahat e lëvizjes. Rruga Gjergj Arjaniti 440 metra, kategoria F, 103 vende parkimi, nga të cilat 2 për taksi dhe 3 për persona me aftësi të kufizuara. Parkimi në të dyja krahat. Fushat e sportit në Lungomare, kemi në total 23 vende parkimi. Për taksi nuk është përcaktuar vend parkimi, për persona me aftësi të kufizuar 1, gjithmonë duke plotësuar kriteri 1 parkim për personat me aftësi të kufizuar për 50 vende parkimi. Në rruga Sulejman Delvina, gjatësia 270 metra, numri i vend parkimeve 39, numri i vend parkimeve për taksi 0, numri parkime për persona me aftësi të kufizuar 1. Lejimi për vend parkim në 1 krah. Nuk është 270 metra, po vetëm 270 metra është përcaktuar për vend parkim me parkesë, siç është përcaktuar edhe në hartë, që mund ta shikoni. Pra ajo e gjithë gjatësia e rrugës është menduar që të jetë me pagesë. Për rezidentët është pas këtij projekt vendimi dhe në varësi të vendimit që do merret, pastaj do të ketë shpjegime të detajuara edhe nga drejtoria përkatëse e cila do të menaxhojë parkimet. Pra sot kemi vetëm kalimin e rrugëve dhe shesheve.
Janë dhe disa rrugë që t'i ka... Okej, mirë drejtor, shumë faleminderit, po zoti Hoxha, pyetja për... Mbaroj, po. Jo, mbaroj, më tha. Kete disa gjëra tjera shtuar? Thjesht i përfundojmë rrugët i përfundojmë. Po mirë, mos s'ka në gjë. Jo, thjesht ndaluam për rrugën Sulejman Delvina se kishin sqarimin për gjatësinë. Po. Atë rruga Aziz Gjiheri, gjatësia e rrugës është 172 metra, numri parkimeve 26, parkime taksi 4, parkime për persona me aftësi të kufizuar 1. Rruga Veledin Kollosi, në total gjatësia 323 metra, numri i vend parkimeve 85, numri parkimeve taksi 3, numri i vend parkimeve për persona me aftësi të kufizuar 1. Do të parkohet në të dyja krahat. Rruga Hektor Shiti, 217 metra, 36 vende parkimi, parkim taksi 3, për persona me aftësi të kufizuar nuk ka. Rruga Pavlo Floko, gjatësia totale 76.6 metra, numri i vendeve të parkimit 9, parkime taksi nuk ka, as parkime për persona me aftësi të kufizuar. Një gabim në material, nuk del plan vendosja këtu, ka programi. Rruga Meno Gjoleka, gjatësia është 170 metra, numri i vend parkimeve 46, parkime për taksi 3, parkime për persona me aftësi të kufizuar 1. Rruga Ibrahim Abdullah, gjatësia aksit 185 metra, numri i vend parkimeve 24, parkime taksi 2 dhe persona me aftësi të kufizuar 1. Do të parkohet në një krah. Rruga Rushit Gorishova është gjatësia 170 metra, 47 parkime, në total, parkime taksi nuk ka, parkime për persona me aftësi të kufizuar ka 2. Do të parkohet në një krah. Është sqarimi që bëra përsëri në lidhje me rrugën Meno Gjoleka, gjatësia aksit është 120 metra, këtij aksi, numri i parkimeve në total 34, për taksi nuk ka, persona me aftësi të kufizuar 1. Rruga Aleksandr Mojsiu, gjatësia aksit 830, numri total i vend parkimeve 91, për parkime taksi nuk ka, parkime për persona me aftësi të kufizuar 2. Do të parkohet në një krah. Sheshi Wilson, rruga Wilson, 32 metra, 9 parkime në total, parkime taksi nuk ka, persona me aftësi të kufizuar ka 1 dhe do të parkohet në të dyja krahat. Ja dhe 3 sheshet? Po, dhe 3 sheshet. Sheshit e fushat e sportit në pyllin e sodës, ka në total 125 vende parkimi, për personat me aftësi të kufizuar ka 4 vende parkimi. Sheshi në Unazën 2 në Lungomare ka në total 96 vende parkimi, nga të cilat 2 janë për persona me aftësi të kufizuar, dhe i fundit është te stadiumi Flamurtari. Janë në total 124 vende parkimi, nga të cilat 8 janë menduar për persona me aftësi të kufizuar. Mirë, drejtor, faleminderit.